qoftë se të bie në dorë ky ditar, ruaj si kujtim dhe vazhdo të shënosh ngjarje, rrethana, mendime, dhëmbje, rreziqe dhe çdo gjë. Ti do t'u flasësh birë dhe mi për vetan për jetën partizane. Shënimet e mia e quaj tuajat, sepse për ne këto janë çështje të përbashkëta. Na zgjon kjo ditë maj me një ndjenjë mallë të veçantë. Shohim pranverë në sy, trëndafilet e kuq, nënat e dëshmorëve dhe flasin vetëm për të ranët, për ata që janë gjithnjë midis nesh. Është gjaku i tyre kuq si trëndafil maj. E askush nuk pyet, për ku kështu moj nën? E din të gjithë. Nënat shmallen me djemt dhe vajzat e tyre. Po kështu dhe ne, dhe me të vegjlit. Merëm dhe mua gjyshe, thonë fëmijët. Hajde të keqe nëna. Ja një qapë, tek porta e kemi djemt, tek portat e qytetit. Hajde një mërëbi, që me gëzuat mërëbi. Sot është dita e Kastriotit. Jo, është e të gjithëve. U vranë për prap janë të gjallë. Dora e nënës Kastriot Muçës urim mbi kurm si t'ishte kurmi i birit, se ja, kështu i ka përkëdhelur ajo dikur. Sa shumë kanë të flasin, të bisedojnë, të kujtojnë korrat, luftrat, shokët e tyre. Po, ashtu është. Edhe mua më kujtohet në repo kur mbante shënime në atë defterin e tija Kastrioti. Bile më kujtohet një rast kur gjatë luftës së Drashovicës në shtator të 43 ishim bashkë në Shashicë. Edhe mbas një luftimi që bëri qeta e rinis atje, na mbetën 2 shokë të vrarë. Atje më kujtohet si të shtin që mbas varrimit Kastrioti i përlotur, nxori defterin, u hoq me një anë edhe filloi të shkruaj ato kujtimet e tija. Ndoshta përshkroi edhe zhvillimin e asaj lufte, asaj dite. Edhe kujtimet që kishte për ata shokë. Kujtimet s'kan të baruar, se është gjitha jo jetë, gjitha jo luftë e madhe. Dhe nëna i ka ato ditë në sy, e ka të rinin në zemër, si aronën atë ditët e djallërisë së kuqe. Ki një defter të vogël, të zi, edhe një laç të vogël. Edhe ngulej atje kur vin, i lodhën, shkruan, bën edhe vinë në gjepat. Ditën, natën, del me shokë, çdo gjë që më lidh. Armën, bomba, komunikata, të gjitha që bën këto i mbelite dhe i shpi në maqinë. Po, shkruanin ato ditë net djemtë dhe vajzat e partisë. Një letër, një ditar, një dhimbje, një fitore. Shoku Shevqet, mbani ditar në kohën e luftës? Po, manim ditar. Manim çantë. Po, e keshëm atje, keshëm bloqe. Abazi gjithmonë mante ditar. Dhe kur u vran, një shok erdhi në ndërzoi ditarin. Në këtë blokë shkruan Abazi që edhe do të vritemi, po tim të ndjekësh rrugën time. Abazi u vran, përpara se të shiroj Shqipëria, unë shkova në brigatë dhe mora pushkën e tija. Dhe shokët shojnë letrat, ditaret, dhe me sreshtave u dalë gjithnjë ata, sytë e tyre të qeshur, luftrat dhe ëndrat e tyre të bearit. Ja këtu i kam të dy o shoku Ramiz. Partia u dha dritë, u dha jetë sërish. Do të qojmë në muze. Le ta këndojnë të gjithë, se edhe Margarita, edhe Kristaqi im, i tyre është i Shqipërisë, është gjaku, është jeta, lufta, gjithë qka tha banë. Pranë rinë tash më shkrimet, ditaret e saj kohë të zjartë. Pranë si dikur vetë ata në luftë. Partia i bashkoj. Kjo nën mbi të gjitha nënat.
Çka shkruar normalisti Gjorgji Dilën atë ditë prilli, kur deti e qielli që nxirr? Çka thanë ajo zemër e përvluar? 7 prill 1939. Nxënësit e shkollës brorasin pazarit, rroft të liria, poshtë Mussolini. Hoqën flamurin italian shoqërisë Dante Alighieri. Sot luftuan trupat italiane me ato shqiptare në Durrës, Shëngjin, Vlorë, Sarand. Trupat italiane janë në qytet. Hija e flamurit të tyre është drithëruar. Trishtim, lot. Pluhuri në qohe në ngjiti në fytyrat tona prej djersës. Brapojmë për armë, por lajmi erdhi se Italia hyri. Prill 1939. Edhe nderimin na e kthyen, pak nga pak kush e di ç'do na bëjnë. Sot 28 nëntor, plot fjalime, hipokrasi dhe asgjë tjetër në botë. Aja merrte mundje njeriu se do të flitej kështu para popullit, të poshtrit. Për shqiptarin s'ka vënd e vatër, po që se s'ka flamur. Rënkonte kjo vatër e shuritur ato ditë pushtimi. Edhe ara mbeti e shkret, dhe fushat eshtën. Pemët u drithëruan, malët rënkuan. Populli kish përpara tela, topa, zjarë, një përbidësh gjakatar. Nuk e di, por po e shoh se nuk ka hije të ëmbël pranvera. Populli poshtë në gryk, po vuan. Në 9 mars 1940, pëlqet një demonstrat. Kalojmë në rrugët e qytetit dhe hedhim parolla. Poshtë fashizmi, jashtë okupatori. Jo, populli nuk eshti si asnjëherë në histori. Dhe malët dhe rrugët e qytetit gjëmuan. Rendën njerëzit për një armë, rendën ndjen për një flamur, rendën të gjithë deri një këngë të revoltuar, drejt zërit fuqishëm të tokës mëm. Mbi kockat e martirëve ngrihet atë dheu. Një i huaj poshtër e barbarë, erdhi në kërkoj vatrat tona, dogji shtëpit tona, por u gabua se u përpoq me një popull trim. Se cili shkroi diçka nga lufta. Në këto ditare janë shkruar të gjitha, nga shumë duar dhe zemra. Dikush shkroi për një demonstrat, një tjetër për një betejë, për një shok që binte. Shkruajtën ata me gjakun e tyre në njën e plumbave. Në të gjitha anët e qytetit, fjalët liria vdekje. Dhe ditët esin me apat e tyre, në ato udhë luftrash, drejt asaj shtëpize të thjesht në zemër të Tiranës, kur komunistët më në kryen Verhoxhën themeluan partinë. 8 nëntor 1941 formohet Partia Komuniste Shqiptare. Shqipëri, onën e dhëmshur, hiqezin sot. Gjaku im i kulluar është gati të derdhet. Nga kjo shtëpi, nga kjo portë ecën hapat e tyre. Bijtë e Shqipërisë, po hapin një epokë të re. Dhe populli qeli dyert për ta.
ashtu si zemra. Ditaret kanë fiksuar në to rjeshta të zverdhura nga koha, atë bisedë të ngrohtë pranë vatrës të udhëheqësit dhe të komunistëve me popull. Në çdo skicë, në çdo shkrim, në fundin e një letre, në faqen e ftohtë të një qelie, ecën një inicial, veç disa gërma. Partia Komuniste. Roft partia. Partia mbi të gjitha. Ish kjo fjale partisë që shkonte çdo çast në gjirën e popullit. Donin të ndalonin armiqt atë këngë që kishte nisur. Donin që gjithçka të mbyllej në 4 mure qelie. Por kënga dhe atje i oj. Dora dhe atje shkroi një varg, një flet, diçka për partinë. Një flet i gjakosur, një blok i shpuar nga plumbat. Brenda atyre rizgjuar historia e lavdishme. Ripran një këngë të ndaluar, pra një ylli, të nxehta këto mesazhe të luftës sonë. Unë e dua partinë time. Ty të dua, po ta duash partinë. Në thellësinë e një qelie, Gjiku Qali shkruante këto fjalë për dashurinë më të madhe. Një tjetër ditar, një tjetër dashuri e madhe, Shoqëria Limerko. 17 janar. Ditë e lumtur për mua që sot pranohem antar partie. Do t'i kushtohem partisë pa marrë parasysh sakrificat, pa kursyer as gjakun tim për të mirën e partisë të popullit. Propozoj Sofokliun për antar partije. Të gjithë e njohin këtë të ri komunist. Kur ambra mja u mblodhëm, prisnim të vinte dhe Sofokli Maliqari. Donim të festonim ditëlindjen e tij. Por lajmi erdhi se Sofokli u vra. U vra ky komunist, ky letrar partizan i gazetës Mburroja, por dikush tjetër shkroi për të. Kronika e luftës vazhdoi, në të shkruaj me gjak historie. Shkruaj në mal, buz një llogorreje, para një beteje, para një ekzekutimi, dhe dora e shoqërismit nuk dridhej, dhe zëri nuk shuaj. Shok. Një shoqëri vdes, por qindra të tjerë dalin nga populli. Ju përshëndes për herë të fundit. Pushkatohet nga gjermanët Nuri Bushati, vjeç 17. Lulzofshat dhe ujim. Çdo varg një fjalë, dhe të gjitha bashkë të ngjajnë si një dialog i gjatë midis dy kohëve, si zëra nga burime të nxehta, çdo shkrim një kushtrim për ditët që do të vinë. Po ju shkruaj për herë të fundit. Edhe pak orë kanë mbetur nga jeta ime. Ju përqafoj. Male. Zëra e këngë që nuk eshtën dot as para pushkatimit. Lapidarët e dëshmorëve kronist i kemi pranë, buz çdo ulle, gjerë në pragjet e shtëpive. Këte i kaluan.
Këte I shkuan. Ishte ko lufte. Vinin zbathur e përgjakur. Nga lufta vinin, në luft rashkon. Sot këta të rinj kanë pranë një veteran të luftës. E njëjta udhë për ta. Dimër dhe atëherë borë. Jo, ngjarjet e luftës nuk harrohen. Bile ato I kapërzejnë vitet e jetës së njeriut. Se brezi ja tregon brezit tjetër dhe historia kështu jeton. Jeton në historitë e shkruara dhe të pashkruara. Jemi të zhveshur pak puc në shi e pa gjumë e do të bëjmë një luftë të ashpër. Por për brenda kemi një zjarë që na ngro më shumë se këpucët, se teshat, se dielli vetë. Ngjitemi përpjet malit, megjithse është e vështirë. Komisari na përmend shpesh fjalët e Stalinit të madh. S'ka kala që s'marrin komunistët. Sa I fortë është ky njeri, megjithse jemi në një situatë kritike, ai beson plotësisht se kemi me fitue dhe nuk I trembet syri nga armiqt. Në këto kushte tarasi me shok të tjerë janë duke përshkuar malet e ngarkuara me të borë për triumfin e lirisë. Luftëtarë lirie që janë dhe ata djemë që praktisën shkollat dhe u odhën në male. I dashur baba, më shkruaje për shkollën. Por unë edhe shokët e mi, sot kemi shkollën e luftës. Dhe pati nga ta kronist, që vargun e fundit e shkruan me gjak. Shok, nuk të rriqem dot. Vdekje fashizmit, liri popullit, qazim bale. Për këtë rënje heroike në ditarën e tij Qafer Cenko Lubonja shkruan. Në të gjithëve në lënë mbresa vrasja e tij. Sot një kujtim, nesër një altar për dëshmorin, epope për popullin të cilit I kushtoi jetën, një nder për partinë e dashur ku bënte pjesë. Të vritesh për atë dhe s'ka gjë më të shtrenjtë. Po jetojmë çastet e fundit të një bote të vjetër. Çlirimi është I afërt. Do të takohemi në Shqipërinë e lirë. Ali Demi. I plagosur dhe në çastet e fundit, Skënder Çaçi arriti të shkruante. Liria nuk dhurohet, por fitohet. E dashur nën, ti ke 3 djem, mua mos më numëro. Mbasi unë kam edhe një nën tjetër, partin, për të cilën kam vendosur t'jap edhe jetën për të. Unë mbarova jetën time të shkurtër. Po vdes e bindur se ju do ta vazhdoni luftën deri në fund, të rroj Partia Komuniste. Sot mu prend këmbë e duar. Nuk mund të shkruaj më.
Marshimi është I rrezikshëm dhe I vështirë. Në heshtjen e natës, gjëmuan të rikrisma. Pastaj heshtje e thellë. Aqi nuk është më. Pranvera me lulet e njoma e barin e bocë do të nxjerrë dhe një lule tjetër. Kujtimin e raqit. Këtu në qeli të burgu të Gjirokastrit, djaloshi 17 vjeçar Pertef Kokona shkruante. Me kanë torturuar keqesi, 8 orë rjesht, por unë mbahem. Roft partia. Shki shkruar Bulja Vall pak kohë më parë. Të dashur shok partizan, pranoni dhe mua në radhët tuaja, dhe po ju betohem se do të luftoj me trimëri për çlirimin e Shqipërisë dhe do t'i qëndroj besnike Partisë Komuniste Shqiptare deri në fund, që të armatosem dhe të zbrazem mbi armiqt, mbi ballistët e fëlliqur dhe fashistët gjerman. Roft partia. Një tjetër shkrim. Një tjetër varg I një dëshmori. Në nxjerrin nga burgu dhe në shtyn drejt një druri të madhare. Në ndrur të tillë kemi luajtur në fëmijërinë tonë. Po vërtet. Ka shumë kohë që ka kaluar fëmijëria. Tani jam 16 vjeç. Një skuadër nazistësh hap një grop të madhe. Një tokë tjetër formon një rreth të armatosur me automatik. Në punë rrisht, 20 metra larg. Kam vendosur të në pushkaton. Në të vërtet unë kam jetuar fare pak. Dhe nuk e dija se para vdekjes do t'isha kaq I qetë, kaq gjakftuar. Përballë vdekjes e gjithë një buzëgaz. Ndalte në mes një ditar dhe niste një tjetër. Maliq Muçë, Kristo Isak, janë I Dodi e qindra të tjerë. 16 nëntë, e në kohë. Brigadat partizane shtypën krejtësisht rezistencën e gjermanëve. Ka ende disa krisma armash. Ka nisur lufta e Tiranës. Një nga betejat më të mëdha për jeta vdeki. 17 nëntë. Dëgjoj papritur një zë fëmije. O shoku partizan, Tirana u çlirua. Tani duken mirë gjurmët e betejave që vazhduan 19 ditë e net. Qindra shtëpi të përselluame. Duket sikur një përbindësh I uritur ka kafshuar një pjesë të mirë të kryeqytetit. Erdhi e bukura, e nderuara në shekuj, e gjakosura, e shtrenjta, e pavdekura liri. Bota e re për të cilën shkrojtën dëshmorët. Sa shumë e ëndërruan. Sa shumë shkruajtën për këtë. Dhe bota e re erdhi, si që vinte ëmbël vetë pranver. Maj, së to ku jam mbledhur këtë nëna. Do të shkojnë të takojnë vajzat e djemt tanë, thonë ato. Bijtë tanë e yje e dritë.
shkërimat tanë, të gjithë një lloj, dhe sot ndrisin si nuri këtu në prerjen e kësaj nëne të madhe. Ti bëm halal djemt, halal gjirin dhe gjakun, dhe jetën tonë për Shqipërinë. Nuk i harrojnë nënat fjalët e bijve. Shkrimet e tyre janë një histori, një këngë e gjallë e pambarim që do të këndohet me shekuj. Kam malë birë, dalje të ti preka të sytë si. Të kam sjell lule birë nga kopshti, erë Trandëlin. Përse nën, kur vë kokën e mbështetën në tokë, ndjej rrahjen e zemrës sate. Jashtë përshëllen tufani, era e ftohtë përshkon muret e shtëpisë, por unë ngrohem nga fryma e nënës sime. E dashur nën, ti ke 3 djem, mua mos më numëro. Mbasi unë kam dhe një nën tjetër, partin për të cilën kam vendosur t'i jap edhe jetën. Kur më merë malli për ty, dale shoh Shqipërinë, si bache me Trendelin, ashtu si që do një tim. Dëshmorët tanë, gjithë një në sy e patën të ardhmen, kohën tonë, sa shumë folëm për të. Ç'mendoni për mësuesin tuaj? Ishte tema e fundit e artimit që dha nxënësve të tij dëshmori Vaslit Sami. Të nesër me na iku partizan. Dhe artimet që mori me vete ju përgjakën kura. Dhe sot e kemi shumë për të thënë për ta, se ata na sollën dritë. Dëshmori Muhamet Bakiri u thoshte gjithë një fëmijëve të vegjël. Ne do t'ju ndërtojmë fëmijë të dashur një kopsht të bukur ku do të lozë një rriteni të lumtur. E kush nga dëshmorët e Koçovës e kishë ndëruar se një ditë puset e naftës, do të ngriheshin kaq shumë e anë mbanë si një pyll i hekurt, ditët tona i te i kaluan ëndrat e tyre. Dëshmori Azem Troqja shkruante ato ditë lufte. Pas shirimi do të ketë shumë shkolla dhe universitete. Atëherë do të vazhdojnë shkollën mira të tjerë si dhe unë. Muhamet Gjollisha ishte gjeometër. Ndëron të ai si të projektonte për të ardhmen plot rrugë, ura e shina të hekurta. Bibistric shkruante në rinin e tij, dëshmori Lefter Talo, do të ndërtohet një hidrocentrali i madh e do të elektrifikojë tërë zonën e Sarandës e të Vurgut. Dëshmorja Shaniko Jupasi, pranë një llogoreje ka shkruar: do të ndërtojmë një Shqipëri të re, të lirë
e të lumtur. Kur flasim për dëshmorët, në kujtohet gjithnjë edhe vargu i nënës shqiptare. Ç'është dëshmor kështu me ju? Vitet shkojnë tutje, ju të hu.